Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhët. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë dhe u bë një kohë gjatë që nuk kemi përgatitur diçka me brumra dhe e di që zakonisht janë ato receta që i pëlqeni më së shumti. Po si po na afrojnë edhe ditët e vikendit dhe të gjithë përgatisim brumra më tepër, sot do të përgatisim një recetë të kiflave. Do bëjmë kifle croissant, por do i bëjmë në një mënyrë shumë të lehtë, shumë të shpejtë dhe jam e sigurt se po i provuat edhe ju fillestarët nuk do gaboni në zgjedhjen e kësaj recete. Zakonisht kur përgatisim kifle, të brumat e kifleve duhet që të shtojmë qumësht dhe qumështi nuk do të mungoj as në këtë recetë, por duhet bëhet bën kujdes të veçantë që mos jetë shumë i nxehtë dhe mos jetë i ftoftë. Gjithmonë qumështi duhet jetë i vakët. Në këtë mënyrë nuk do të na prishet maja e bukës. Dhe gjithmonë që maja e bukës në aktivizohet më mirë dhe më shpejt, duhet që të shtojmë sheqer. Në total do të shtojmë një lugë kafeje me sheqer. Shtojmë tani brenda që të shtojmë majën e bukës. Unë po përdor maja buke e pluhur dhe në total në këtë recetë do të shtojmë 10 gram ose një lugë qiellë të plotë. Nëse shtoni maja buke të freskët, atëherë duhet që të shtoni 20 gram, gjithmonë masa dyfishohet. Pra nga ajo masa pluhur duhet të shtoni më tepër nëse shtoni nga masa e ngurtë e majës së bukës. Përzihen mirë kështu derisa të bëhet bashkë qumshti, maja dhe sheqeri dhe e lëm vetëm për 1 deri në 2 minuta që të aktivizohet pak. Tani vazhdojmë që t'i shtojmë brenda edhe produktet e tjera. Në këto kifle do të shtojmë edhe kos, një gotë 250 ml plot me kos. Përzihen. Shtojmë vajin, 100 ml me vaj ose një gotë çaj dhe një vezë të plotë. Përzihem edhe një herë të fundit. Tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin dhe siç u them gjithmonë kujdes me mielin. Mielin gjithmonë e shtojmë pak nga pak, sepse gjithmonë ndryshon nga marka e miellit që po e përdorim, ndryshon nga madhësia e vezës, ndryshon edhe ndoshta kemi shtuar pak më tepër qumësht ose pak më tepër kos. Gjithmonë masat e sakta do i shënoj poshtë videos. Vazhdojmë tani te mielli, ta shtojmë edhe krypën, një lugë kafeje kryp. Të tani me dorë do të vazhdojmë që ta ngjeshim. Diku parafërsisht do kemi nevojë për 700 deri në 800 gram miell, por siç ju thash në fund të videos, do e shënoj poshtë për të gjithë ju që ta keni më të lehtë pastaj për ta kuptuar se sa miell ka pasur nevojë për këtë recetë. Duhet që ta ngjeshni brumin mirë për disa minuta, derisa t'ju lahet dora nga brumi dhe të formoni një brum të mirë, të butë, elastik dhe të lemuar. Brumi duhet të pushojë, të aktivizohet mirë, derisa të dyfishohet edhe një herë më tepër dhe lejojmë të qëndrojë kështu në temperaturë dhome për 30 deri në 40 minuta. Dhe të dashur miq, diku pas 30-40 minutave brumi është aktivizuar dhe vazhdojmë tani që ta punojmë. Marrim brumin këtu në masën e punës dhe vazhdojmë e ngjeshim edhe një herë. Ndajmë një herë brumin në gjysmë. Në 2 pjesë të barabarta. Njërën pjesë do të largojmë anësh, vazhdojmë ta punojmë njërën pjesë. Ndajmë tani në 3 kuleq të barabarta. Këtë pjesën anësh do ta lëm që të pushoj edhe pak. Vazhdojmë i ngjeshim, por po e vreni që unë po i ngjesh tani pa miell fare. Në të njëjtën mënyrë do ta ndajmë edhe pjesën tjetër të brumit, 3 kuleq të barabarta. Shtrojmë tani në masën e punës pak miell dhe i marrim pjesët e para të kulaqit të parë që i kemi qelë. Vazhdojmë tani që t'i hapim me ndihmën e shkopit. I qelim një herë që të trija.
Pasi qilim të 3 kuleqt, vazhdojmë tani marrim margarinën e zbutur në temperaturë dhome dhe përhapim mbi petë, duke u siguruar që do e shtrihem mirë mbi tërë sipërfaqen. Është më mirë të punojmë kështu me duar, që të sigurohemi që e tërë peta do të lihet mirë me margarinën e zbutur në temperaturë dhome. Vazhdojmë të shtrojmë pjesën e dytë. Në të gishtave tërheqim dhe i bëjmë bashkë që të dyja. Përsëri shtojmë margarinë. Tani përmbi e shtojmë petën e tretë. Pra njërën pjesë të brumit, tani më vetë se e kemi gati. Pra ka që duhet të shtojmë 3 kuleq, njëra mbi tjetrën, sigurohemi që t'i bëjmë bashkë dhe të largojmë anësh. Vazhdojmë që ta përgatisim tani pjesën tjetër të brumit në të njëjtën mënyrë. Pasi e bëjmë gati edhe pjesën e dytë të brumit, kthehemi tani dhe e marrim pjesën e parë, pasi ajo tani ka pushuar dhe është e gatshme për ta qelur. Tani marrim pjesën e parë të brumit dhe vazhdojmë tani me shkop që ta qelim. Dhe duhet që ta qelim një petë të madhe. Tani brumi ka lshu, qelet mirë. Tani pasi që e qelim një petë shumë të madhe nga brumi, vazhdojmë që ta prejmë. E prejmë një herë në gjys, edhe një herë në gjys nga ana tjetër. Dhe vazhdojmë tani kështu. Edhe nga një herë. Tani vazhdojmë që t'i mbështjellim. Por përpara se t'i mbështjellim, këtu në qashmon të thikës do të bëjmë nga një qelje. Në këtë mënyrë do të na bëjnë kiflet më të mëdha. Dhe vazhdojmë tani vetëm i rrotullojmë në këtë mënyrë. Dhe vazhdojmë në një njëjtën mënyrë, i mbështjellim të gjithë brumin. Dhe mund t'i mbushni gjithmonë sipas dëshirës dhe shijeve të juaja, të shtoni brenda Nutella, djath, çfarë do të keni dëshirë. Mua më pëlqen t'i lë kështu si janë dhe pastaj t'i shoqërojnë fëmijët me çfarëdo që ata duan. Vazhdojmë tani e qilim në të njëjtën mënyrë edhe pjesën e dytë të brumit, duke hapur kështu një petë të madhe. Dhe pasi rendisim të gjitha në tepsi tani, para se t'i pjekim, do të lejojmë që të pushojnë edhe 10 minuta tjera dhe do të vazhdojmë pastaj me pjekjen. Tani pas 10 minutave, vazhdojmë që kiflet përmbi t'i lyejmë me të kuqen e vezës për t'ju dhënë më shumë ngjyrë dhe shije tani gjatë pjekjes, por lehtë duke mos i shtypur kiflet. Unë këtu kam 2 të kuqe të vezës, pasi dua që t'i lyej mirë, që të marrin ngjyrë sa më të mirë. Përmbi vazhdojmë t'i shtojmë susam, por ju mund t'i lini anësh nëse keni dëshirë, ose t'i shtoni susam të zi, por unë këtë radhë do i bëj vetëm me këtë lloj të susamit. Vazhdojmë tani pjekim në furrë të nxehtë në 220 gradë, diku përafërsisht 20 deri në 25 minuta.